تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo për cilën kemi zgjedhur me fol sot është prej shtyllave të imanit që çdo besimtar ka për obligim me besu në to, është dita e gjykimit, dita kur do dalin para Allah subhanahu wa taala, po përveç sajna ajo me të cilën kena me fol sot edhe ditët në vazhdim kur ne do të jemi këtu prezant, do të shpjegojmë librin për shenjat e kiametit, shenjat të cilat do ndodhin para kiametit, me të vetmin qëllim që besimtari duhet me u bë gati dhe duhet me forcu veten e tij me iman, me besim para se me ndos provat atina. Besimtari përgatitet për ditën e kiametit, besimtari përgatitet për shenjat e kiametit para se me ardh ato. Nuk është e duhura që mos të ndodh ndonjë fitnë apo mos të ndodh ndonjë sprovë, ti me fillu edhe me përgatit veten edhe me lexu rreth asajna. Por se ti duhesh me lexu, me mësu edhe me i kushtu rëndësi shenjave të cilat na ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam para se ato me ardh. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an wa bil akhirati hum yuqinun, edhe në ditën e gjykimit, edhe në botën tjetër, edhe në botën e ahiretit ata janë të bindur. Do thot fol Allah subhanahu wa taala për besimtarët që ata e besojnë se dita e gjykimit ka me ardh, edhe e besojnë se një ditë prej ditëve do dali para Allah subhanahu wa taala. Për me fol për ditën e gjykimit nuk është qëllimi që me etut ose me friksu dikon prej besimtarëve ose dikon prej muslimanëve, por se biseda edhe rreth ditës gjykimit e rreth shenjave të kiametit është me qëllimin që besimtarët me i bëjnë më të qëndrueshëm në fenë e tyre, është me qëllimin që besimtarët me i bëjnë më sjellshëm në fenë e tyre, është me qëllimin që besimtarët me i bëjnë zemrat e tyre më të nënshtrueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ai i cili e beson Allahun subhanahu wa taala dhe e beson ditën e gjykimit, atëherë ose le të fol mirë ose le të hesht. Kur ti po ti mundësia për me fol diçka, për me thon diçka, qoftë ajo në çështjet e dunjajës, apo qoftë ajo në çështjet e ahiretit, apo që kanë të bëjnë me fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sa, atëherë mendo mirë ose fol atë e cila është e duhura ose hesh dhe mos fol hiç. Prandaj besimtari kur fillon me përgatit veten e tina nuk duhet me utall në atë se çka ka paralajmëruar Allahu subhanahu wa taala dhe atë se çka ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se duhet me mendon mirë dhe të mediton mirë rreth asaj e cila ka me ndodhur. Ne e dim se çdo gjë e cila do të vjen është gajb edhe është e fshehtë, edhe ne nuk e dimë sa do t'i pritni shumë prej shenjave të kiametit, por se një herë për hera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli në mesxhit në xhamin e tina, i pa sahabët duke bisedu, edhe i pyeti se për çfarë po bisedoni, çfarë jeni mbledh, çka është ajo temë të cilën ju jeni duke biseduar në mes veti. Ata i thanë se ne jemi duke biseduar për rreth shenjave të kiametit, jemi duke i kujtuar shenjat e kiametit, ajo se çka ka me na ndodh neve. Thot aty ju tregoj diçka e cila ka me ju ndodh, edhe e cila është e sigurt se do t'i ndodh ummetit tem. I thanë sahabët, po i dërguari i Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka pas të dërguar, nuk ka pas pejgamber që Allah subhanahu wa taala e ka dërguar në tokë, edhe e ka dërguar me mesazh, vetëm se e ka paralajmëruar për një shenjë e cila ka me ndodhur. Ajo është dalja e Dajjalit. Dalja e Dajjalit, çdo pejgamber i cili ka ardhur në tokë ka kërkuar falje prej Allahut subhanahu wa taala, edhe ka kërkuar mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala që Allahu me eroj nga fitnia e Dajjalit. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ai nuk ka dalë tek popujt më herët, atëherë dijeni sigurt se
dalja e Dajjalit do të jenë në popullin tëm, në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej duave më të rëndësishme që pejgamberi sa e bënte në çdo namaz, edhe i përkujtonte sahabët e tij, ishte Allahumma inni a'udhu bika min fitnati ad-dajjal. O Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje nga fitnia e Dajjalit. Vërtet fitnia e Dajjalit është prej fitnave më të mëdha. Nëse pejgamberi alayhis salam edhe pejgamberët që ishin para tij kanë kërkuar çdo herë mbrojtje prej Allah subhanahu wa taala që Allahu me i ruajt ata nga fitnia e Dajjalit, andaj kush jemi ne? Kush jemi ne sa herë ne bëjmë dua namazin ton, sa herë ne bëjmë dua që Allah me na ruaj prej fitnës së Dajjalit, duke e ditur sigurt se ai ka me dal në kohën tonë, ai ka me dal në popullin në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ne jemi prej atyre të cilët jemi ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dalin e tina se ditën ose datën se kur ka me dalë, se vitin se kur ka me dalë Dajjali, padyshim se nuk e din askush prej neve, por se pejgamberi alayhis salam dhe Allahu kanë treguar shenja se kur del Dajjali, kanë treguar shenja se para daljes Dajjalit do shtohen fitnet e mëdha, para daljes Dajjalit do shtohen vrasjet e shumta. A nuk është kjo koha ku jemi të jetuar që çdo ditë më shumë vrahen njerëzit, edhe nuk e din se kush pse vrahet, edhe pse u vrah, edhe pse ka vrah. Ose a nuk është koha sot kur ne aty jetu edhe që shtohen fitnë, ndoshta sot ke net me një vëlla besimtar, edhe nesër ai tillnot, edhe nuk e din arsyeën sepse je nda me to, edhe nuk e din arsyeën sepse je porço me to. Andaj ne kërkojmë prej Allah subhanahu wa taala që Allahu më na ruajt neve prej fitnës Dajjalit. Sa Allah subhanahu wa taala, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se bu'ithtu ana was-sa'atu ka hatayn. Jam dërgu unë edhe dita kiametit sikur këta i bën dy gishta bashk. Jam dërgu unë edhe dita kiametit bashk sikur se këta dy gishta. Do të thotë me ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shenja e parë se kiameti ka me ndodhur. Për shenjave të para të kiametit është vetë lindja e pejgamberit alayhis salam. Për shenjave të para të kiametit se kiameti ka me ndodhur është vetë lindja e pejgamberit tonë më dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shenjë tjetër është se edhe vetë vdekja pejgamberit alayhis salam, vetë vdekja pejgamberit sallam është për shenjat e kiametit. Kur Allah subhanahu wa taala e zbriti ajetin iktarabatis sa'a, është afru koha e kiametit wa shaqatil qamar, edhe është qohona pejgamberi alayhis salam tha me zbritin e këtij ajeti vetëm se është afru dita e kiametit edhe bën me shenjë kështu. Nëse pejgamberi alayhis salam para 1400 e sa vjet ka paralajmëru, edhe Allah subhanahu wa taala ka zbrit këtë iktarabatis sa'a, është afru koha e kiametit, atëherë sa na jemi afër kësaj dite, sa na jemi të përgatit veten tonë për këtë ditë, sa na jemi të përgatit veten tonë dhe familjen tonë për këtë ditë. Tha pejgamberi alayhis salam, para daljes Dajjalit, ruani gratë e juve, ruani familjet e juve prej fitnës së Dajjalit, edhe mbyllni ato në shtëpiat e juve. Pse? Sepse ata që më shumti që mashtrohen prej fitnës së Dajjalit janë vërtet gratë dhe familjet e juve. Kënë nuk mundet me mashtru Dajjali. Dajjali nuk mundet me mashtru vetëm një djalosh i ri i cili ka forcu veten e tina në iman, i cili ka forcu veten e tina në besim ndaj Allah subhanahu wa taala, i cili ka forcu veten e tina me tauhidin ndaj Allah subhanahu wa taala. Këto nuk mundet me mashtru asnjëherë Dajjali. Vërtet fitnë e ron ka me kon ajo. Kur dikush i ka vdek dikujna e cili e ka dashur shumë dhe i thot Dajjali, ja don ato me ta pruktur përpara me ta ringjall, edhe ai e ka atë mundësi sepse Allahu subhanahu ja ka dhënë atë mundësi sepse është fitnë ose sprov për besimtarët, edhe a nuk mundesh ti me u mashtru prej tina kur dikush të ka dek para shumë vjetë, edhe të ka marrë mallin me pa, edhe ato e ke dashur shumë, thot Dajjali, ja don me ta pruktur para syve, edhe ja formon formën e gjinit sikur forma atina personit dekur, ose dikush i cili e punon tokën, edhe nuk ka bereqet në tokën e tina, edhe i thot Dajjali, ja don me të lëshu shin tokën tonde, edhe me bë tokën tonde pjellore, padyshim se ai i cili e punon tokën, gëzimi më i madh është që toka tina, ato çka e ka mbjell, me mbi ajo, ato se çka e ka mbjell, ai me ardh dita dhe me kurr, edhe jam mund të them Dajjali këto, sa jemi të përgatit na veten për Dajjalin, sa jemi na të i ful vetes ton, edhe familjes ton për në ardh Dajjali. Vërtet se nështë sot muslimanët jemi mashtruar shumë mas semeve të kota, jemi mashtruar shumë mas bisedave të kota. Një mezhlisi cili bëhet, kalon 2 orë, 3 orë për mezhlisi, nuk folët diçka rreth fejes Allah subhanahu wa taala, nuk folët diçka rreth sunet pejgamberit sa vetëm se kime dëgjue gibet, kime dëgju fjalë kota, kime dëgju thashë theme, edhe vetëm se të qeshura shumë. Ata të cilën qeshin shumë, tha Allah subhanahu wa taala, ka me ardhur dita ku do të kanë shumë se sa keni qesh.
Keni me kajt më shumë sa keni me qesh, ato janë kur vjen koha e sprovave, kur vin trazirat, atëherë mos e fajso askën për njerëzve, por fajso vetëm veten tonë, sepse Allah ka treguar në Kur'an për më përgatitën për sprova para se me ardha tu, sepse besimtari i vërtet është ai i cili fol me veten e tina. E përmison veten e tina edhe i rrin vetës tina gati para se me ndodh trazira. Ai i cili rrin vetës gati edhe e forcon veten e tina kur del në front, ato nuk mundet me lëkund askush, sepse ti vetëm se i ushtru ma herët. Ata të cilët shkojnë me luftue, a shkon me mas pari në front, tana shkon me ushtrime, apo shkon me ushtru mas pari tana del në front. Pa dyshim se mas pari ai ushtron veten e tina fizikisht, pastaj ai ushtrojnë veten e tina edhe shpirtërisht për me dalë me i bu boll frontit që ka me dalë ai me u ballafaqu me armikun atje. Prandaj edhe na para se me na orë sprova para se me na orë shenjat që na ka paralajmëruar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, na duhet me forcu veten tonë me iman, duhet me i fol vetes tonë edhe me lidh veten tonë me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O ju të cilët keni besuar, në këtë ajet Allah subhanahu wa taala i drejtohet besimtarëve. Në këtë ajet Allah subhanahu wa taala i drejtohet atyre që e kanë besuar Allahun edhe e besojnë ditën e gjykimit. O ju të cilët keni besuar, bëni sabër, bëni dorim edhe bëhuni të qëndrueshëm nëse doni të jeni prej atyre të cilët shpëtojnë. Bëni të qëndrueshëm dhe keni frikë Allahun subhanahu wa taala nëse doni të jeni prej atyre që shpëtojnë nga dënimi i Allahut, edhe nëse doni të jeni prej atyre që shpëtojnë prej sprovave që Allah subhanahu wa taala ka më ju sprovuar juve. Shembull për qëndrueshmërinë në fe i kemi shembujt e sahabët, tek gjenerata më e mirë e muslimanëve, tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush ishte Bilali? Bilali ishte ai prej atyre të cilët kur ishte rob, ata filluan me maltretuar ato shumë, filluan me torturuar ato shumë për shkak se ai e besonte Allahun subhanahu wa taala. Edhe mushrikët e Mekës çka i bën atij, filluan me arroh Bilalin atë shumë, edhe derisa kur janë në gurit me në gjoksin e tina, çka tha Bilali? Në torturë të madhe, në nxehtë të madhe shkretinës, në torturë të madhe, në maltretim të madhe për mushrikëve, fillojnë të thonë ahad, Allahu subhanahu wa taala, ai është një dhe një, pastaj fillojnë të përmendin prap Allahun subhanahu wa taala edhe në atë maltretim më shrom. Kush ishte Imam Ahmedi, historinë të cilit e dini të gjithë ju. Imam Ahmedi ishte prej atyre që jetonte me një kohë kur fitnja asaj kohe ishte fitnja më e madhe, e cila ishte fitnja me Mu'tazilitë asaj kohe, që thonin se Kur'ani është i krijuar. Disa prej dietarëve përmendin një shkak të cilën ne kemi përsëritur shumë herë. Nëse Imam Ahmedi nuk kishte me qëndru, në fenë e tina, nuk kishte me qëndru në fenë Allah subhanahu wa taala dhe do të devijonte nga ajo rrugë, edhe do të bëhete me Mu'tazilitë dhe do të thotë se Kurani është i krijuar, sot e gjithë bota kishte me ditën se Kurani është i krijuar dhe jo fjala e Allah subhanahu wa taala. Por se Imam Ahmedi e bëri sabër gjatë gjithë asaj torture, bëri sabër gjatë gjithë asaj maltretimi që ja bën Mu'tazilitë dhe ja bëri halifja asaj kohe, edhe qëndroj në fjalën se Kurani është fjala e Allah subhanahu wa taala, edhe sot e gjithë bota ne e dim se Kurani është fjala e Allah, sepse jashtë burgit ishin shumë talebe, ishin shumë zënësdije që e pritnin fjalën e Imam Ahmedit për me shkruar ta në fletorët e tyre fjalën se çfarë po thotë Imam Ahmedi. Imam Ahmedi tha se Kurani është fjala e Allah subhanahu wa taala, edhe ata e shkruan se Kurani është fjala e Allahut, edhe sot ne e dim se Kurani është fjala e Allah subhanahu wa taala. Dhe tha një fjalë që tha Imam Ahmedi para emirit asaj kohe, tha se nëse ulem atëherë kush do ta ngrejë të vërtetën. Tha nëse unë devijoj, nëse unë e bin këtë kohë, atëherë kush ka me fol për të vërtetën. Ditën gjë e kia edhe sot. Ditën gjë e kia, nëse askush nuk fillon me fol për shenjat e kiametit, nëse askush nuk fillon me fol për daljen e dëxhallit, atëherë si kanë me ditë besimtarët, si kanë me përgatitur besimtarët para këtyre sprovave, a dini se kur ka me dalë dëxhalli? Dietarët thonë se atëherë kur nuk do të folet hiç për dëxhallin, atëherë ka me dal, atëherë është koha atina për me dal në dëxhalli. Andaj nëse na nuk jena për atyre që e përgatitni veten ton, familjen ton, pastaj edhe muslimanët, edhe vëllezërit e ton për shenjat e kiametit, atëherë kush kam i përgatit ata? A kena më përgatit na vet, nëse ti nuk e keni vëlla besimtar i cili vazhdimisht këshillon ty, edhe vazhdimisht të mban me këshilla edhe të mban të lidhur për fjalën e Allah subhanahu wa taala, vërtet se nefsi e don devijimin, vërtet se nefsi e don vetë ndjekjen e epsheve, edhe ka me kon prej shkaqeve që ti kemi deviju, edhe kur vin sprova, kur vin këto shenja, nuk kemi bë bos. Pse?
sepse nuk ke pasur të mburoj, nuk e ke forcu vetëm para se me ardhur kjo ditë. Andaj qëllimi i bisedës, qëllimi i kësaj bisede, qëllimi i kësaj ligjërate dhe ligjërata në vazhdim që kena me i marr është vetëm me qëllimi që na me forcu veten tonë, me përgatit veten tonë për ato shenjat të cilat kanë me na ardhur. Thot Fudejl ibn Iyad, thot Abdullah ibn Mesudi se besimtari e sheh mëkatin si konjemal. Vërtet mëkatet shumëta janë prej atyre që e dobësojnë imanin e besimtarit, edhe e dobësojnë ato fizikisht edhe shpirtërisht, edhe prej atyre të cilët devijojnë më shumë edhe nuk munden me bë bazë provave edhe trazirave të ndryshme, janë ai person i cili ka bërë mëkate të mëdha. Nëse na fillojna me e pa mëkatin si diçka shumë të vogël, atëherë dije se kjo është shenjë prej munafikave. Se të thot Ibn Mesudi se besimtari vërtet e sheh mëkatin sa do i vogël tjetaj, sa do i thjeshtë e sheh si animal, edhe i bën pengestina dhe para se me bëhet mëkat ai ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa munafiki e sheh mëkatin sikur diçka të vogël, edhe vazhdon edhe mashtron se Allah ka më na fal, unë e bëj pendim, vazhdon me bëj mëkate duke i dhënë vetes shpresë apo që thojmë duke i dhënë vetes gajret edhe duke mashtruar veten se edhe nëse e bëj çet mëkat sa do i vogël jetaj, unë e bëj pendim. Çka nëse Allah subhanahu wa taala nuk ta pranon ty pendimin? Çka ku e din ti mundesh me bëj pendim, por a e din sigur se Allah subhanahu wa taala ka më ta pranuar pendimin për atë mëkat të cilin e ke bë, andaj nuk bën që në sytë tonë me zvoglu mëkatin sa do i vogël jetaj, por në sytë besimtarit sa do i thjeshtë ai mëkat, sa do i thjeshtë ai gjëna, ti duhesh me pas të sikonimal, duhesh me pas shumë të madhe sepse dije se ku ne i mëkatue. Dije se ku ne edhe mendoje se kur ne jetu i bo gjëna, jetu i bo gjëna ati i cili ka kriju ty edhe mu, jetu duke i bo gjëna ati i cili ka kriju çdo sen, jetu duke i bo gjëna Allah subhanu wa ta'ala. Tha Abdullah ibn Abbas se vazhdimi në mëkate të vogla i bën ato të mëdha, pastaj vazhdimi në mëkate të mëdha e çon robin në kufër dhe shirk. Do thotë vazhdimi në mëkate të vogla është rrugë e cila çon ty në kufër dhe shirk dhe dalën nga kjo fe, Allahu na ruaj nga kjo. Thot Fudejl ibn Iyad se frika nga kıyameti, frika ndaj ditës së gjykimit nuk bëhet për ta fiksuar tjetrin, por bëhet vetëm për ta çajtur shpirtin ton edhe për me përgatit nefsin se ka me ardhur dita që ti ki me dal para Allah subhanahu wa taala. A jemi ndalur na ndonjëherë me fol me veten tonë edhe me ndan një kohë për ditës tonë edhe me mendu ditën që ki me dal një ditë para Zotit. Edhe me fshir vepra që i thu i bëhe me thonën se për këtë të vepra që kam i bëhe, apet ko me folë rrët që tyre veprave, ko mu gjiku rrët që tyre veprave, ko me dalë para Allah subhanu ta'ala. Kujtoj e ditën nëse dikush për i njerëzve, edhe të gjithë najna kon fëmi, edhe kur të ka thirë në herë baba jotë për mi shku për para, të ka ardhë pak një drëdhme, jetutën pak se shka po mbën shtash, nëse nështë dikush në rrugi pas ka thonë për mu diçka, edhe ke fillu me utut. A e ki që të frikë kur ti më katësh Allah subhanu ta'ala. Kujtoj se ki me dollë para Allahut edhe për mëkate që i të i bo, për vepra që i të i bo, qofshin ato të mira apo të këqija, ki me dollë edhe ki më gjiku para Allah subhanu ta'ala. Andaj çdo herë të cilën na duhet me i fol vetes tonë është përmirësimi i zemrës tonë dhe përmirësimi i jetës tonë. Thot Sufjan al-Thauri se nuk kam shëruar diçka më të madhe në jetën tënde se sa në jetën jam. Për shkak se ai ndryshon çdo herë tek unë. Ndryshon çdo herë tek unë jeti i besimtarit. Zemra e besimtarit çdo herë rrotullohet. Prandaj prej duave më të mira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi neve për me bëj tha ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O rrotulluesi zemra, forcoj zemrat tona në fenë tënde. Prej ngjarjeve më të mira që mundi me kujtu është kur transmetohet se Umari radiallahu anhu kur e dëgjoi ajetin idha zulzilatil ardu zilzalaha, e kur toka të dridhet me dridhen e saj, nuk mujti me vazhdu namazin e tina. Kur pejgamberi selam gjatë namazit e lexoi këtë ajet idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur toka të dridhet, e kur ti vjen iza tokës për më dridh me dridhen e saj, kjo është dita kur do të bëhet kıyameti. Omer radiallahu nuk mujti me marrë veten e tina, nuk mujti me vazhdu me namazin e tina prej frikës që kishte ndaj Allah subhanahu wa taala. Kush ishte Omeri? Omeri transmetohet siç tregohet në historinë e tij se ishte prej atyre të cilët kishte burrni më të madhe, edhe që kishte besim më të plot ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe ishte prej atyre që pejgamberi sa më kishte përgëzuar me xhenet çysh në dynjë. Edhe e bën Omeri një dua, edhe thotë Omeri një fjalë sikurse një thërrës kishte me ardhur prej qielli. Edhe kishte me thonë të gjithë njerëzit e tokës janë xhenet përveç një personi, ai është në xhenem, kisha më u friksu se ai jam unë. Kush ishte Omeri i cili thotë këtë se nëse këtë njerëzit e tokës kanë me hinë xhenet, përveç një personi ka me hinë xhenem, kisha më u friksu se ai jam unë.
sa jemi na për atyre që i folmi vetes tonë dhe kujtojna dënimin që Allah subhanahu wa taala kam ja u bën njerëzve në xhehenem. Sa lexojnë në rreth xhehenemit, nuk bën me mashtru veten me gajrat, nuk bën me mashtru veten çdo herë ne pendohemi, nuk bën me lëm veten gaflet, sepse vërtet gafleti çon humbje, edhe humbja e çon çdo besimtar në zjarr, e çon çdo njeri në xhehenemin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj, përgatitja për kiametin nuk është frikë që na duhet me fiksu tjetrin, por është shtim i besimit ndaj Allah subhanahu wa taala, edhe është shtyllë për shtyllave të imanit që na duhet edhe kemi obligim për me besu rrasojna. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut, iman që është ai i cili e për ul veten e tina edhe punon për atë e cila ka më orë pas vdekjes. Vërtet se iman që është ai i cili punon në dynja, por se punon me qëllimin se me përgatit veten për atë se çka ka më dosh mas vdekjes. Çka do ti mas vdekjes është ajo e cila kemi punuar në dynja, me bë davet, me thirr njerëzin të mirë dhe me largu ata nga e keqja, me dhënë sadaka. Kudo që ti për ty mundësia me i thirr njerëzit në të vërtetën, edhe nëse nuk je hoxh, edhe nëse nuk je nxënës i dijes, atëherë ti e ke obligim, secili për ne ka obligim që ato se çka e dina me ja transmetu tjetrit, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmetojeni prej meje qoftë edhe vesh një ajet, transmetojeni prej meje qoftë edhe vesh një hadith. Çdo njëri prej neve një hadith thjesht e dina, çdo njëri prej neve një ajet thjesht e dina, edhe nëse nuk i dina dispozita tjera të fejes, atëherë ato çka e din ti, nëse e din që namazi është obligim, edhe din një argument se pse namazi është obligim, kujdo i cili nuk falet, tregoj ato, largoje ti barrën tonë prej vetes, sepse ditën kur do doni para Allah subhanahu wa taala, ata të cilët nuk janë fal kanë me gjetë një arsye, edhe pse ajo nuk është arsye, apo ata kanë me gjetë, o Zot, ky ka shku në xhami, ky është fal, po ka kalu mua përpara, edhe mua s'm ka thirrën për më fal, edhe nuk ma ka tregu ky mu të vërtetën. Andaj çdo njeri prej neve e kena këtë mundësi, qoftë ato në familjen tonë, apo qoftë gojshi, apo qoftë në rrugë këndo kolekt punës, apo këndo që ti je, edhe nuk fal namaz, se nuk bën vepra të mira, mundemi na me e këshillu për me bëj vepra të mira edhe me vazhdu vepra të mira, sepse po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iman që është ai i cili punon në dynja edhe mendon për ato se çka kam jo pas vdekjes, punon për ato e cila kam ndodh tina mas vdekjes. Mundësinë më të madhe, sezonën më të madhe që e patë ne për me përfitu ishte muaji i Ramazanit, ku ishte muaji të cilin na kena pas mundësi për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kena pas mundësi me adhuru Allahun me shtu leximin e Kuranit, me shtu sadakan, me shtu namazin nafilen, duke bën namazin e taravih dhe namazin e natës. Por sa ajo çka është më e rëndësishme ose si me dalën jashtë muajit Ramazanit. Ramazani është një shkollë, por se jeta fillon masi që personi ta kryen shkollën e tina. Çdo njeri prej neve na shkon në shkollë. Masi që diplomosh ti hanes fillon me lyp punë, hanes fillon ti me bëj jetën tënde. Prandaj Ramazani ju ka një shkollë që na kena mësuar to se si me adhuru Allahun subhanahu wa taala, si me lexu Kur'an, si me bën namaz natë. Prandaj jeta jon fillon masi që të kalon Ramazani me shiku veten se sa jemi për atyre që po vazhdojnë me adhurimet e njëjta, sa jemi për atyre që po vazhdojnë me duke agjëru namaz, duke agjëru ditë nafile. Qofshin ato edhe veç një ditë më javës mjafton, sepse vepra më e mirë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ajo e cila është e pakët, edhe nëse është e vazhdueshme. Tha Allah subhanahu wa taala, ahasiban nasa yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun, a kanë menduar njerëzit se do të thonë na kena besu edhe pastaj mos të sprovohen, sepse Allah qëllimi i krijimit tonë në këtë dunjë është, tha Allah subhanahu wa taala, li yabluwakum, Allahu më ju sprovoj juve, ayyukum ahsanu amala, edhe me shiku se cili prej juve është më vepër mirë. Besimtari duhet më bëj qëndrueshëm në ditët kur është rahat, në ditët kur nuk ka ndonjë sprovë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-raha yu'arifuka fi ash-shidda. Nihe Allah subhanahu wa taala. Shtoje njohjen tonë ndaj Allah subhanahu wa taala në ditët e rahatijës, nëse dëshiron që Allah subhanahu wa taala me pranu duajën tënde, kur ty të vinë vështirësitë. Nihe Allah subhanahu wa taala dhe bëj qëndrueshëm kur ti nuk e ke asnjë sprovë, kur ti nuk e ke asnjë mërzi, kur ti nuk e ke asnjë problem, nëse dëshiron që Allah subhanahu wa taala me të forcu ty, atëherë kur ty të godet sprova. Nëse dëshiron që Allah subhanahu wa taala me të dhon gajret ty edhe me të bëj sabërli ty, atëherë kur të godosin fitnet edhe kur godosin trazirat e ndryshme. Prandaj tani që jemi jashtë Ramazanit,
Tani që kemi kalu jashtë Ramazani, duhet me shiku vetën tonë sepse a jemi për atyre se ato sa që e kena mbjellë në Ramazan, a jemi të e korrën tash. Ato sa që e kena mbjellë në Ramazan për adhurimeve, a jena të inet gati që tash. E nëse nuk kemi për atyre, atëherë duhet me shiku njetin tonë, duhet me shiku zemrën tonë, edhe me ripërtri, me ringjall zemrën tonë edhe njetin tonë, edhe me shtu çdo herë edhe më shumë adhurimin dhe Allah subhanahu wa taala. Sepse tha Allah subhanahu wa taala Kur'ani kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa, sepse Kur'ani është për ata të cilët kanë besuar, është udhëzim edhe shërim për zemrat e tyre. Vërtet Kur'ani të cilin Allah subhanahu wa taala ka zbritur, fjalët që Allah subhanahu wa taala i ka zbritur janë udhëzim për neve edhe shërim për neve. Na si besimtar, ajo e cila është obligim për neve që na duhet me marrë me Kur'anin është me fillu edhe me lexu mes rreshtave të Kur'anit. Jo me lexu Kur'anin vetëm si fjalë edhe me kalu edhe me bëni hatme edhe me kalu rrethina, por se me lexu mes rreshtave të Kur'anit, sepse ka zbritur ky ajet. Qëllimi i zbritjes të ajeti edhe me fillu me punu me atë ajet, me fillu me punu edhe në jetën tonë, dhe pastaj edhe m'ja u tregu tjerëve. Ista'inu bis sabri was salah fa Allahu në Kur'an. Bëni të qëndrueshëm në fenë Allah subhanahu wa taala, duke bë sabër edhe duke bë namaz vullnetar. Prandaj ajo e cila është e dur edhe që e shton besimin ton, edhe forcon besimin ton në Allah subhanahu wa taala, edhe që duhet na me e bëu mas Ramazani është në marr me Kur'anin, sepse po thot Allahu kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa, sepse thuaj se Kur'ani është për ata të cilët kanë besu, udhëzim në rrugën e drejtë edhe shërim për ta. Pastaj po thot Allah subhanahu wa taala Ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. O ju të cilët keni besuar, prap edhe me këtë ajet Allah subhanahu wa taala na drejtohet neve. Na drejtohet neve të cilët kemi besuar Allahun, edhe kemi besuar ditën e gjykimit, se nëse dojna me bëu qëndrueshëm, bëni të qëndrueshëm edhe bëni sabëri në fenë Allahut, duke bëu durim edhe duke bëu namaz, duke shtuar namazin vullnetar, sepse tha pejgamberi selam, tha Allah subhanahu wa taala në hadith kutsi, vazhdon robi me uafru tek unë me namaz nafile. Vazhdon robi me uafru tek Allah subhanahu wa taala duke bën namaz vullnetar. Ato të cilët i kena farz, ato i kena obligim. Nëse i lojna farzet, na vetëm se shkojna në rrugë të cilat na largon nga feja Allah subhanahu wa taala. Farzet të cilat i kemi 5 kohë namaz, ato i kena obligim me i bëu. Por se për me uafru tek Allah subhanahu wa taala, siç ka thënë hadith kutsi, vazhdon robi me uafru tek Allahu duke bën namaz, duke shtu vepra vullnetare, duke bën namaz nafile. Andaj duhet me shtu qoftë ato 2 rekate të lehta brenda natës. Vetëm me kulu Allahun me fal, ato janë më të mira se sa ti mos më uqu hiç natën me fal namaz. Selefi gjenerata e artë e besimtarëve ishin ata të cilët e ndanin natën në 2 pjesë. Një pjesë e ndanin për me flajt, për me pushu trupin e tyre, edhe pjesën e dytë natës e ndanin për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, për me bë namaz natë. Andaj ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e tina, e lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë fe me e bo argument për neve, edhe në dunja dhe në ahiret, e lutim Allah subhanahu wa taala që Kur'ani me e bo dritë për neve, udhëzim për neve në dunja, edhe në ndërmjetësim për neve në ditën kur do para Allah subhanahu wa taala. Andaj lutim Allah që me na dhon bereqet dhe sinqeritet në këto temat e cilat kena me nis rreth shenjave të kiametit. E lutim Allah subhanahu wa taala me na bëj qëndrueshëm para çdo sprovë, para çdo trazire. E lutim Allah subhanahu wa taala me na bëj për banorët e xhenetit, atje ku do të jenë pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqert, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.